Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim në mbyllje të kësaj jave për atë që ka ndodhur. Kryefjalë ka qenë ajo zhvillimi që ndodhi në mbrëmjen e djeshme nga gjykata kushtetuese, e cila vendosi që të rikthente në detyrë Belinda Ballukun, por nuk i hoqi masën e arrestit të ndalimit të daljes jashtë shtetit. Çfarë do të thotë kjo në vazhdim? A është kjo një sfidë edhe për kreun e ri të SPAK-ut që sapo ka ardhur në detyrë, por edhe për gjykatën, vendimin e secilës, pra të posaçme rrezoi gjykata kushtetuese, dhe është kjo një fitore për kryeministrin Edi Rama. Për këtë do të flasim drejt për drejt me avokatin Zaçe Islami, mikun e emisionit tonë. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Avokat, ju e prisit të zhvillim dhe besoj mbrëm kishte fest, sikur e pat ju në disa qytete të Shqipërisë. Fest për çfarë? Po kishin fishek zjarre ande nga, në mos gaboj, Firja, Lushnja dhe nga Dipra për rikthimin detyrë të zonjës Balluku. Një fitore e qeverisë. Po pse kush priste humbjet të qeverisë? Po përpara 2-3 javësh Veliaj ishte një tjetër, tani një tjetër. Dëgjoj. Për mua gjithçka ishte e pritshme ashtu siç ndodhi. Zotri, drejtësi në Shqipëri, të marrim me radhë. Drejtësi, polici, gjykatat, prokurori, kuvendin, shtetin, presidentin, të tëra i komandon vetëm një dorë. Dhe është Edvin Kristaq Rama. Dhe të gjithë do bëjnë ato që thotë Rama, ka mbaruar ajo punë. Askush të mos shpresoj dhe të mos mendoj që do bëhet drejtësi dhe gjykatat mund të vendosin të pambarura. Është e pamundur. E pamundur. Është vendosur. Po në fakt gjykata kushtetuese në këtë rast faktikisht i bie që pezulloi SPAK-un. Një goditje fort për drejtësinë e re kjo. Nuk pezulloi SPAK-un, pse ku e pezulloi SPAK-un, se s'po kuptoj. Po masën edhe SPAK-u. E rrëzoi SPAK-un, jo e pezulloi. A e pezulloi, e rrëzoi, domethënë deri sa të shpallet vendimin në datë 22 janar. Pra, pezulloi pezullimin. Pra, gjykata kushtetuese rrëzoi SPAK-un me urdhër të kryeministrit. Rrëzoi kërkesën e SPAK-ut dhe të gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit me urdhër të kryeministrit, dhe gjykata kushtetuese veproi me urdhër, nuk veproi me ligj dhe me të drejtë. Për të vetmen arsye dhe themelore që çështja që shkoi në gjykatën kushtetuese nuk shkoi kot. Shkoi që të merrte vulën e duhur që i interesonte kryeministrit. Mos shkojmë më tutje, kemi problem tjetër akoma më të rëndë, shumë herë më të rëndë për Shqipërinë. Do shkojnë në gjykatën e Hagës për detin. Ne, zotri, jemi në sundimin e një personi të gjysatrapit të vendosur nga Bilderbergët, i cili nuk pyet për askënd. Nuk pyet për askënd, dhe mbështetjen e ka atje. Nuk e ka këtu. Evropa do bëj atë që thonë masonët dhe shoqatat e masonëve që qeverisin gjithë botën. Nuk ka në Shqipëri drejtësi dhe nuk ka Shqipëri demokraci. Demokracia ka vdekur. Ka vdekur sepse nuk të njeh njeri pronën, nuk ta kthen pronën, ta merr pronën me makinacione të ligjshme. Pra, s'ka, mos prisni, i nderuar gazetar, mos prisni drejtësi nga kjo situatë që kemi sot në Shqipëri. Avokat, fakti që tani Belinda Balluku rikthye, por vendimi përfundimtar për këtë çështje, nëse gjykata ka drejt pezulloj një antar të qeverisë, do jepet në 22 janar. A do të thotë që vendimet që do marrë tani deri në 22 janar zonja Balluku, në qoftë se kemi një tjetër vendim nga kushtetuesja, i bie që të jenë të pavlerëshme? Si është nga ana? Ju e dini mirë. Ja, po them unë, në radhë parë, deri tani Belinda Ballukut nuk ishte provuar asnjë
vjedhje, asnjë shpërdorim. Thjesht janë akuza të pa argumentuara dhe të pa vërtetuara. Kështu që gjykata e Tiranës, gjykata kundër korrupsionit, duhet patjetër që të kishte një dokument, një provë në dorë që kjo zonjë ka bërë këtë shpërdorim ose ka bërë këtë vjedhje. Kjo gjë nuk është bërë. Këtu ka përfituar Edi Rama dhe GKK-ja nuk e ka bërë se nuk e dinte. Po e ka lënë evazive, domethënë që ta hequr nga dera ime pa dhe të bëj ku dojë pastaj. Dhe tamam këtë lojë kanë bërë. Gjykata kundër korrupsionit me gjykatën kushtetuese kanë bërë lojën që i intereson Belinda Ballukut dhe kryeministrit. Se deri tani nuk na është thënë çfarë ka vjedhur kjo zonja. Po ato që dolën mesazhet, komunikimet, urdhërat që këtë tender Mesazhet nuk janë provë, zotëri. Provë janë letra, dokumenta, çfarë dokumente ka ku, çfarë ka marrë, çfarë ka dhënë, ku i ka dhënë. Po dokumentat janë sipas mesazheve që janë shkruar, është provë kjo? Pse si nxjerrin? Po, patjetër, prandaj nga do një bëjmë do shkojmë te provat, pra te letrat. Ka letra që kjo ka vjedhur? S'dim gjë. Ja, nëse dini ju. Jo, unë s'di gjë se është prezumimi i pafajësisë që ka dalë në media. Shtypi deri tani nuk ka asnjë gjë në dorë nga prokuroria, nga hulumtimet që janë bërë, nga informacionet që janë marrë, nuk ka asnjë provë në dorë që ajo të ketë shkelur ligjin. Po s'paku tani avokat, mund të marrë një masë ndoshta më të rëndë ndaj saj, sepse u rikthyen detyrë. Mos është rreziku i prishjes provave që detyron SPAK-un që të marrë një tjetër masë? Padyshim që pra atë është kryer detyrë që ajo të mos lërë asnjë provë, po SPAK-u ato prova që mund të prishë ajo sot duhet i ketë marrë që dje. Kur them dje, jo dje si ditë kalendarike, po në të kaluarën. Pra ka marrë prova, ka dokumenta që ajo ka vjedhur, ka shpërdoruar detyrën, ka tjetërsuar, çfarë kanë bërë? 60 milion të tunelit bie fjala e tjera, ku i ka? Nëse ka ato, atëherë SPAK-u duhet të arrestonte, jo ta pushonte, ta arrestonte, se ai duhet të arrestohet në flagrancë. Arrestohet në flagrancë, në kushtet e flagrancës. Dhe jo ministri tjetë ajo, po tjetë vetë kryeministri, vetë presidenti, kur ka vjedhur, kur është kapur në flagrancë me një vepër penale, automatikisht arrestohet. Por në Shqipëri ka një gjë. Në Shqipëri nuk arrestohesh sepse ke dy rrugë. O do rrish në karriken e që t'jep kryeministri, o do vesh në burg. Dhe një të gjë më të Enver Hoxha. O në karrike, o në plumë. Pra është po ajo parti. Në qoftë se gjykata kushtetuese do ishte kaq e bindur që kjo masë duhet pezulluar për momentin, pra pezullimi dhe zoja Ballukut duhet rikthej detyrë siç u rikthye, pse nuk e hoqi edhe masën e ndalimit të daljes jashtë shtetit? Prandaj po ju them që dhe gjykata kushtetuese i hedh hapat një nga një sipas urdhrave dhe orientimeve që vijnë nga Amerika, nga masonët. Berisha foli dje për ca video që mund të jenë shantazhuar, komprometues ata për stafin kushtetuese. Po ku i ka? Ku i ka Berisha ato që thot? Ore këta flasin si e me zeqos. Zotëri, qofse ke video komprometuese për atë zonjën, nxjerri. Jo, video komprometuese për anëtarët e gjykatës që sipas tij mund të jenë shantazhuar që morën këtë vendim. Dhe ti nxjerr. Dakor. Dhe ti nxjerr. Unë di që në gjykatën kushtetuese ka vajtur nuk i njoh të tjerë, po i njoh atë që është gjyqtar me integritet dhe që ka votuar kundra. Asim Vokshit. I fundit që vajti. Ai është gjyqtar me integritet. Ai nuk shkel në raskalbur. Ai nuk i përgjigjet kryeministrit. Pare. Dhe dje ka votuar kundër. Pra nuk duhej hequr masa asaj zonjës dhe për të vënë drejtësi në vend dhe për të çuar gjërat ashtu siç i kërkon ligji dhe siç i kërkon e drejta. Dje gjykata kushtetuese duhet të kishte mbështetur vendimin e gjykatës kundër korrupsionit.
nuk e ka bërë sepse është ajo që ju thash, që në Shqipëri komandon vetëm një njeri, Edi Rama, dhe ka mbështetjen absolute të masonëve të botës, se po bën gjithë këto hatara në Shqipëri dhe asnjë nuk lëviz. As Evropa tek e cila ky tatall kanë 30 vjeç që na tallin, na gënjejnë, na mashtrojnë me Evropën, as Amerika. Fal. As Amerika nuk po ndihet. Ku janë? Avokat, përpara se të kaloj tek Amerika, mendoni tani që ky rikthimi i zonës Ballukut do jetë me një revansh, sepse As bëhet fjalë fare. po këtë do marr përpara. Këtë do marr përpara, më thuaj. Ata e din mirë se këto marrë përpara dhe çfarë kanë për të bërë. Po pres që të ndryshojnë dhe persona nga individ, nga gjykatat që nuk u shkojnë pas qefit këtyre, do gjejnë makinacione, si kundër gjetën për atë zonjën që zëvendësoi atë gjyqtaren tjetër gjykatës kushtetuese dhe i thanë ti e çuar gjykatë kushtetuese vetëm për atë kohë që mungonte për të plotësuar kohën e asaj, po jo se do rish për gjithmonë. Pse? Se nuk e kishte me vete Edi Rama. Pra Edi Rama është në vim tek ajo që kam thënë që në 2015. Nuk do bëhet reformë drejtësi, nuk do zgjidhet problemi i drejtësisë, thjesht do kalojë drejtësia në duart të pushtetit, të ekzekutivit dhe absolutisht u vërtetua edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese ndje. Pra drejtësia shqiptare nuk është më drejtësi, është inkuizicion politik i drejtuar nga Edvin Rama. Avokat, ju thoni këtë, po kur zgjodh kryeministri i Spakut, ishin gjithë ata ambasadorë atje, SBA, Britani, Gjermani, BE-ja po. Ata po kontrollonin procesin, tani ata nuk vajten kot atje, se po ta kontrolloi Rama, pse do shkonin ata, nuk e kuptojnë ata këtë. Jo, ata kontrollojnë procedurën, nuk kontrollojnë personin. Po procedurën e bën personi, ju e dini që ligjin Jo, e bën zgjedhja, them procedurën e zgjedhjes së X personi që do vënë në SPAK. Zotëri, për ata është zgjedhur një prokuror me votë të lirë, me të tëra, është përgatitur situata por në mënyrë korrekte me procedurën, por nuk din gjë ata se kush është personi që u zgjodh në krye të SPAK-ut, cila është e kaluara e tij, e familjes së tij dhe cili është qëndrimi i tij politik në të kaluarën. Fare s'u intereson atyre. Jo, avokat, dini gjë për të? Jeni ndeshur ndonjëherë në seancë gjyqësore në procedurë? Jo, di që është personi që ka shpikur një justifikim dënimi për falsifikim intelektual. Është ky që ka bërë këtë lloj. Dhe është dhënë dënim me këtë, është dënuar gjyqtari i asaj AMT-s të komisionit si jo e vettingut ka ta mbi KPA se keni fjalën. KPA-ja, Komisionit të Apelimit. Pra, ky ishte prokurori, ky zotëria, Brahua, që kërkoi të dënojë me bazën e falsifikimit intelektual. Termi pa dëgjuar, i pa ndodhur gjykundin në legjislacionin shqiptar. Ne nga ky Brahua e mësuam që pas ka dhe falsifikim intelektual dhe që duhet dënuar. Pra, këta kur duan të dënojnë dikë zotëri shpikin dhe të tilla terma. Ja ky është Brahua. Pra mos prisni që Brahua të bëj ndonjë hata. Brahua do vazhdoj atë që la përgjysmë ky tjetri. Se dim për këtë avokat, është nga Skapari, këtë dim, ka punuar në Vlorë më përpara, në Tiranë, është ka hetuar Llallën, këto dim deri tani. Në gjë tjetër është nuk e di, nipa që ka Spartak Brahon, krye komunisti që është në parlamentin shqiptar, nuk e di është apo s'është më tani. Pra është familje tërësisht komuniste, mos prisni drejtësi nga këta njerëz. Këta janë punëtor partie. Këta janë patronazist. Ndryshe më tjetë janë, ndryshe ky avokat. Thonë një fjallë ande nga neve nga krajine ime, ma që mi do gjuaj.
Nuk dela nga ideologjia dhe nga përkatësia politike. Të përfunduar me medalje ari studimet me këto që kam dëgjuar këto ditë. Dëgjoj, mund të marrësh 100 medalje ari, mund të jesh ekselent në profesion, mund të jesh njëri i shkëlqyer i aftë në profesion, por në përkatësinë politike zotëri nuk të hyjë në punë këto. Të hyjë do shikosh nga frynera. Kush të çon atje ku shkove? Sepse u tha që ai kishte 2 muaj që ishte piketuar për të shkuar atje. Po edhe në amerikanët dhe gjitha fotot që publikuan foto me këtë. Bravo. Me që erdhën shokët amerikanë, komunistët e Amerikës, të vinë tani dhe të na thonë çfarë do bëhet me SPAK-un dhe çfarë do bëhet me këto vjedhje galopante që janë bërë. Apo i thresin në SPAK, u marrin parat e lëshojnë, se këtu ka arritur gjykimi popullor. E diston njerëz apo? Po sa lekë janë sekuestruar këtyre? Digjet i politikanëve, se unë s'kam dëgjuar të janë sekuestruar lekë këtyre. Përveç shkrimit të organizuar. Asi kacide politikanëve. Politikanët thirrën atje u thuhet, "Hiru, jep lekët." U marrën lekët, lënë, i dalën e ikin. Kjo ka ndodhur, se po t'ishte drejtësi do arrestoshin me njerë. Do marrë bje fjalla Tërmet Peçin. 62 milion euro të grabitura të dhëna në emër të motrës, në emër të shoqjes, në emër të kunatit, etj. Jo zotëri, i thresin atje u marrin parat, se kjo thirrje u bët të gjithë këtyre politikanëve. Dorëzoni para se e keni me Metrokup, u thuhet. Dhe t'i dorëzojnë. Dhe ata si duke t'i dorëzojnë, kaq. Ku i dorëzojnë parat? E din ata që i thresin atje. Jo, do me thënë kush ua kërkon? Ua kërkon SPAK-u, thua ti që thoni ju që të dorëzojnë parat. Se kush ua kërkon e dim të tërë, se ndjekim ditë për ditë. Avokat, po këta, nga i kanë quar, qofse do jetë e vërtet gjithë të lekë, se flasën 50 milion euro këtej, ju thatë 70, 80, ai tjetri andej, po ku janë lekët, avokat? Kjo është puna. Këtu janë lekët. Se po t'ishin futur këtu, po t'ishin investuar, do ishe par diçka, apo janë futur me presion në vetë. Janë lekë të thata, futen në për tubat e sobës, s'bëllfare, që ajo pyetje në shqetësoneve ku i mbajnë fizikisht, jo më zotëri, ata shkojnë, dorëzojnë aqë para sa u kërkojnë edhe mirëpafshim, pra na i thresin. Se i thresin, përse venë në SPAK? Për që parë janë të bukur, përse i thresin? Në qofse kanë prova, i thresin të arrestojnë. Qofse nuk kanë prova, t'i lënë të lirë, edhe të mos i njollosin qofse nuk kanë prova, sepse po i të lëndisin gjithandej. Zotëri, po janë ata, janë të zhyrë ata në fakt që nuk ndihen se kur s'ka bërë gjë dhe kur s'ka vjedhur gjë, e bën SPAK-un që të flasë me vete, cili do që t'jetë në ata akuzon shkot. Mirë po ata asnjëri nuk akuzon kot, të gjithë janë të molepsur, si të thuash, që gjithë kanë vjedhur dhe dorëzojnë kuotën. Ky është mendimi im edhe mendimi i shumicës së njerëzve në rrugë, që na takojnë dhe na thonë, avokat bën mua, thuaj një këto gjëra se kështu bëhet, unë nuk them gjëra që si kam në dorë, që s'kam provë. Por logjika të thotë që e thret atje balluken, e thret disa herë, i thuaj që ke kaq miliona të vjedhura këtu, kaq këtu. Dhe në fund fare e lë të lirë, kjo është drejtësia shqiptare, atëherë ç'të besoj qytetari shkret. Plus që mirë ky vend që ka jetur. Avokat, ju dini në këtë përfundim, nisur ndoshta edhe nga ajo që ndodhi atë ditë në mbledhjen e KLP-s. Ju bën përshtypje ata pyetje që i drejtuan antarët, avokat. Njëra prej tyre ishte e normalizonte fare këtë idenë e korrupsionit, avokat. Po sikur të japun votën ty, të vit m'japsh ti mua të kërkoj një nder brenda SPAK-ut, pra e para një niveli bisedës dhe e dyta ideja si e normalizojnë korrupsionin. Pra e bënte fakt atje. Po kush do të kërkojë llogari pse normalizuat korrupsioni? Se korrupsioni është bërë në mënyrë jetese tani, nuk është më tabu, nuk është më gjë ndaluar. Që ti je korruptuar do thotë që je fisnik, do thotë që je i Zoti, do thotë që je i aftë, do thotë që ke mbështetje, do thotë që ke fuqi. Ky është korrupsioni, e për këtë korruptojnë njerëzit. Pra korrupsioni u bë ushtrua këmbkryq në Shqipëri. Dhe korrupsionin e nxisin ata aleatët tanë perëndimor, partnerët tanë perëndimor. Ata nxisin korrupsionin këtu. Avokat, me politikën e re që ka miratuar Trumpi,
e ka dorëzuar Ballkanin fare Europën po që e goditi po dhe Ballkanin. Tani duket se tani e henre me të vërtetë, e morën fund. Po patjetër, shiko, edhe Trumpit, Deep State që është shtet brenda shtetit, se Deep State është shtet në Amerikë, dhe Deep State e mban Edi Rama në pushtet, Deep State e mbështet, edhe Trumpit ja kanë bërë të qartë, i kanë thënë o këtej, se e di Trumpi që mund t'ja bëjnë dhe se që ja bën Kennedy. Do mund t'a qëllojnë edhe se e qëlluan atentatin ja bën Trumpit. Pra i ka thirrur mendjes dhe do t'i bindet atyre që komandojnë dhe që qeverisin botën. Rothschild, Rockefeller e të tjerë. Janë ata që komandojnë, janë ata që nxisin korrupsionin, sepse korrupsioni ata i furnizojnë me naftën shqiptare o zotëri, është e thjeshtë fare. Ku vete nafta? Pse nuk thot njeri? Bankersi, a ishte shoqëria amerikane, ku është? Nafta, ku janë parat? Është e thjeshtë. Tani ju i shikoni këto gjëra. Avokat, po edhe diçka do të thoja tek kjo pjesa e ambasadorëve. Po. Si ka mundësi po shkon Trumpi drejt gjysmës mandatit? Akoma në Shqipëri nuk kemi ambasador, akoma në Kosovë nuk kemi ambasador. Se duan të gjejnë ndonjë Donald Glu tjetër ose ndonjë si e kishte ajo Yuri Kim tjetër që ta sjellin këtu. Gjë që Trumpi e kundërshton dhe po e vazhdojnë tani. Këtë shikoj unë se nuk kanë arsye tjetër, se thua se janë kundër kësaj qeveri dhe kundër këtij establishmenti politik në Shqipëri nuk ndodh. Se do kishin mbajtur qendrime tjera diplomatike. Qendrime diplomatike nuk mbajnë, marrëdhëniet i mbajnë si thuaç deri në një farë mase normale, kanë lënë një të ngarkuar me punën aty. Ajo vajte edhe tek zgjedhja te demokracia e zgjedhjes kryetarit të SPAK-ut, po këtë gjë pam dhe tek ai te BKH-ja që vu nipin e Myslimketës, janë komunistët të pushtetur zotëri nuk e lëshojnë të harrojeni, mos u lodhni kot. Mos na lodhni dhe neve kot me komente, se janë komunistët të pushtet, komunistët e nverë, janë sërbët në fakt të pushtet. Në pushtet janë sërbët e Beogradit. Avokat, ne do jemi këtu që do kismet zotin do ta diskutojmë edhe do analizojmë atë që kemi thënë pasi të marrë mandatin Braho. Po tani duke qenë se është fillim, ju lutem jepni një parashikim, ky si do ta mbyll, çfarë do bëj? Tani në paradhomën e zëvendës kryeministres, vajti, do shkojë me tutje nga kryeministri apo do kthehet mbrapa? Çfarë do bëj ky? Do bëj atë që ka bërë dhe paraardhësi ti, as mish as peshk. As mish as peshk. Asgjë nuk do bëj. Nuk mund të bëj. Nuk mund të bëj. E pare punës njerë që s'ka motiv ideologjik, personal, qytetar për të bërë gjë, e dyta nuk e lënë dhe dojtë bëj. Që që s'pres gjë nga i. Aj sa bëri ky si e kishte Dumani. Po me Dumani çfarë ndodh tani avokat? Se tani do vazhdoj punën si prokuror i thjesht. Çka ka? Asgjë s'ka ndodhur. Edhe i gjatë fundit kam un avokat për Berishën që megjithatë të luftë madhe vajti dhe votoi një njerëz që thoshte je Sorosit. Si tha? Vajti votoi një njerëz të cilin e ka akuzuar se është i Sorosit, që e shpalli non grata. Tani e votoi e bëri avokat popullit. Po ai është vetë i Sorosit Berisha. Berisha është vetë i Sorosit. Po ku ka njëri që mos jetë në pushtet, marr funksione të larta shtetërore në Shqipëri të mos jetë i Sorosit. Më gjë ndonjë? Jo zotëri, unë ndrysha e kam parë, e kam njohur që kur ishte në Aleancën Kuqezi, që e bëri e fuqizoi edhe reklamoi ai Spahiu. Po, Krishnik Spahiu. Krishniku. Të tërë Sorosit janë këta. Ore Sorosi është këm kryq Shqipëri. Jo Trumpit ve atje, po Zotit bjerë në tokë. Avokat, më lejoni ta mbyll duke ju shprehur një falënderim që më ka ardhur nga shumë shqiptarë të Kosovës, të cilët më kanë thënë që të përshëndes dhe të shpreh mirënjohje dhe në emër të atyre. Duke qenë se je mjaft në qendër dhe andej, jo vetëm këtu.
Unë i falenderoj me gjithë shpirt vëllezërit e mi kosovar dhe kam një kërkesë për ta, cili do qytetari i Kosovës që ka fakte komprometuese se mund të jenë bërë krime nga këta që janë arrestuar janë në Hag, të dalë të thotë. Ndryshe të dalën të bëjnë të pamundurin që ata të dalin nga burgu, sepse në fund të fundit deri tani s'është provuar ndonjë, s'kem dëgjuar që të jenë provuar që të kenë bërë krime. Pra, kërkoj, i lutem Zotit që kosovarët të ndriçohen dhe të vënë pikat mbi për drejtësi, jo për mbajtje ane, sepse dihet që dhe atje hajdutët dhe të korruptuarit kanë bërë miliona dhe ka qytetarë kosovarë që janë në varfëri dhe i kemi parë në rrjetet sociale. Dhe nëpërmjet jush edhe njëherë i falenderoj me gjithë shpirt dhe do dëshiroja që ndonjë nga këto kanalet televizive të Kosovës të na ftonte ndonjë ditë ta bënim një bisedë dhe atje sepse kemi shumë gjëra për të thënë. Jam i sigurt që ftesat nuk do të mungojnë. Faleminderit. Unë të falenderoj shumë avokat, të uroj një fundjavë të këndshme dhe të qetë, edhe themi edhe në muaj festash edhe festa të gëzuara. Faleminderit gjithashtu dhe për ju. Faleminderit.